Ishte pasdite vonë me atë qiell portokalli dhe ajo ishte atje, duke luajtur në oborin e shtëpisë së gjyshes së saj. Këmbëzbathur në tokë, fustani I plot me pluhur, kukulla e shtrirë në anë. 7 vjet. Sy kurioz. Të qeshura të lirshme. Macja erdhi nga pas, si gjithmonë. Nino. Gri me vija, e holl, e lehtë. Nuk do ta lija të shkonte për asgjë. Kudo që shkonte ajo, ai shkonte me të. Gjyshja bërtiti nga brenda, vajz, mos shko në pyll. Por ajo tashmë ishte zhdukur. Doja të mblidhja lule të egra, tha ai. Shkure ishte e gjatë, e dendur, me një erë të fortë gjethesh të thata. Era tunte gjithçka ngadalë. Atëherë ai ndaloi. Nino. U ndal në gjysmë të rrugës. Trupi I fortë, bishti I shtrirë, gëzofi gjithë qerëza. Ai mjaulliti çuditshëm. Pritini. Vajza u kthye duke qeshur, çfarë ke, kafshë budallaqe? Dhe pastaj erdhi zhurma. Një tingull I shëmtuar. Fishkëllim. I ftohtë. Ajo shikoi. Ishte afër. Shumë afër. Gjarpri. I trash, I errët, trupi I përdredhur dhe koka larë. Gjuha doli dhe u kthye përsëri. Sytë e vegjël u ngulën mbi të. Ajo mbeti pa frym. Nuk dija nëse të bërtisja apo të vrapoja. Por nuk kishte kohë për asgjë. Macja kërceu. Bëri një tingull që ajo nuk e kishte dëgjuar kur më parë. Një përzierje zemërimi dhe dëshpërimi. Ai u hodh përpara saj. Ai filloi të godiste tokën me puthra. U përpoqa të dukesha më I madh. Gjarpri lëvizi. U shpalos ngadalë. Po lëvizte përpara. Së pari duke u zvarritur në tokë. Pastaj duke ngritur më shumë. Vajza ra në gjunjë. Po dridhesha. Ai u përpoq të telefononte Ninon, por zëri I tij nuk po dilte. Ai nuk u tërhoq. Ai e rrethoi Gjarprin. U përpoqa të shpërqendrohesha. Ajo bëri propozime të rreme. Unë testova. Dhe koha dukej sikur kishte ndaluar. Brenda, askush nuk mund të shihte asgjë. As gjyshja dhe askush tjetër. Ishte vetëm ajo. Dhe Nino. Dhe Gjarpri. Shkureja u lëkun. Qielli po errësoi. Frika ishte e rëndë. Ndjeu këmbën duke I dridhej, trupin duke I ngrirë. Doja të vrapoja. Por unë nuk mund ta lija Ninon. Gjarpri ndaloi. Ai I shikoi të dy. Sikur po llogarit. Dhe pastaj u zhvendos. Më shpejt. Por ai nuk sulmoi. Megjithatë, u zhduk midis gjetheve. U zhduk. Vetëm zëri mbeti. Fshfërima në sfond. Ajo nuk e dinte nëse ky ishte fundi. Ose fillimi. Nino qëndroi I palvizshëm me sytë e ngulur të shkurët. Si kush e di. Ajo do të kthehet. Nino nuk lëvizi. Ai qëndroi I palvizshëm me sytë e ngulur të shkurët, sikur ta dinte se rreziku ishte ende aty. Vajza po dridhej. Dora e saj e djersitur ia kapi leshin. Ajo u përpoq të fliste, por e vetmja gjë që mund të bënte goja e saj ishte të nxirrte ajër. Ajo do të kthehet, Nino. E di. Dielli kishte filluar të perëndonte dhe shkurët, të cilat më parë kishin qenë vetëm barë dhe lule, tani dukeshin si një gjë e gjallë. Gjithçka po lëkundej ngadalë. Sikur Gjarpri të ishte kudo. Vajza donte të ngrihej, por këmba e saj nuk lëvizte. Zemra e saj po rrite fort brenda gjoksit, aq fort sa vetëm këtë mund të dëgjonte. Nini bëri një hap përpara. Ai u zvarit butësisht në dyshemen prej dheu, duke u drejtuar në drejtimin ku ishte zhdukur Gjarpri. Por ai nuk shkoi shumë larg. Pa prit mas, u ndal. Veshët ran poshtë. Leshi u ngrit. Vajza u ngrit në këmbë, duke u lëkundur. Ai shikoi në të njëjtin cep. Dhe pastaj e pa përsëri. Së pari vetëm koka. Pastaj trupi. Gjarpri ishte kthyer. Dhe ishte më e madhe. Ose kështu dukej. Ajo po vinte më shpejt tani. Asnjë provë. Pa frikë. Vajza bëri një hap prapa. Ai ra mbrapsht në dysheme. Nino vrapoi përpara, u hodh në ajër dhe u ul pranë kafshës.
Ai filloi të rrotullohej duke u përpjekur të shpërqendrohej. Gjarpri ndaloi. Dhe ai u hodh me të shpejt. Shpejt. I thatë. Gabim. Ai mblodhi një degës nga toka. Por mezi. Nino kërceu përsëri. Ai ja kruajti shpinën gjarprit. Ajo u kthye nga ai me zemërim. U përpoq të kapte. Vajza bërtiti. Jo, Nino. Jo. Por ai nuk u tërhoq. Edhe pse dhëmbët e gjarprit kaluan afër, ai qëndroi aty. Gjyshja dëgjoi britmën. Ajo doli nga kuzhina me përparsen ende të lagur. Ai vrapoi në balkon. Çfarë zhurmë është kjo, vajzë? Vajza bërtiti për ndihmë. Gjyshja shikoi dhe pa vetëm bara të këqija që lëviznin. Ai kapi shatën që ishte pranë tij dhe iku me vrap. Nino tashmë po lodhej. Takat ishin më të ulta. Gjarpri prap nuk u dorëzua. Po rrotullohej. Ai fishkëllente. Vajza u përpoq të largohej, por këmba i ngeci në shkure. Unë tashmë po qaja. Gjyshja mbërriti duke bërtitur. Di që andej, kafsh e keqe. Di jashtë. Gjarpri u tërhoq nga zhurma. Por ai nuk u largua. Ai u zhduk përsëri në shkure. U zhduk. Vajza vrapoi te gjyshja e saj. Nino erdhi nga pas duke çaluar pak. Në hundh kishte një prerje të vogël. Gjyshja e mori vajzën në krah. Ai e shikoi macen. Ajo kafsh të shpëtoi. Por Nino nuk i shikoi ata. Syri i tij ishte ende në shkure. U rregullua. U ndal. Sikur ta dinte. Ajo do të kthehet. Përsëri. Pas asaj frikës së dytë, askush nuk fjeti mirë në atë shtëpi. Gjyshja e mbylli derën, vendosi lecka të lagura në dritare, shpërndau hudhër dhe madje edhe krip në dy sheme. Ai tha se kafshëve të këqija nuk u pëlqenin aromat e forta. Por vajza e dinte që nuk kishte kuptim. Gjarpri do të kthehej. Ajo e ndjeu. Dhe Nino gjithashtu. Macja nuk pushoi. E kalova natën duke shëtitur në përdhom, duke nuhatur gjithçka, duke u ngjitur në prag të dritares. Në mëngjes flija pak, por vetëm nëse isha pranë saj. As vajza nuk ishte më e njëjta. E frikësuar, e heshtur, ajo shikoi shkuren sikur ta shihte kafshën gjatë gjithë kohës. Por kur Nino ishte afër, ajo merrte frymë më mirë. E përqafova fort. I kalova gishtin në përgëzofin dhe i ledhatova veshët. Ndonjëherë ai as nuk fliste, thjesht qëndronte aty, afër. Dhe Nino dukej se e kuptonte. Ai do ta mbështeste hundën mbi barkun e saj, do t'i mbyllte syt dhe do të mjaullonte butësisht. Ishte sikur të thoshte, jam këtu. Kishte një pasdite kur ajo donte të vizatonte. Ai u ul në verandë me lapsa me ngjyra dhe letër. Ajo vizatoi qiellin, vizatoi veten dhe në mes të letrës, vizatoi Ninin me krah. Sepse ti je engjëlli im, i përshpëriti ajo në vesh. Macja thjesht mjaulliti. Ai ushtri sipër këmbës së saj. Ata qëndruan ashtu për një kohë të gjatë. Por shkure. Shkure vazhdonte të lëkundej. Edhe pa erë. Dhe ndërsa dielli filloi të perëndonte, përsëri ra heshtje. Ajo heshtje që rëndon rënd, që të shtrëngon gjoksin. Gjyshja ishte në kuzhinë. Vajza në balkon. Nino i shtrirë pranë saj. Atëherë ai u ngrit ngadalë. I u ngritën qimet në shpinë. Trupi u tkur. Vajza mbajti frymën. Ai shikoi në të njëjtin cep. Dhe ja ku ishte. Gjarpri. Përsëri. Më i madh, më i shpejt, më i guximshëm. Këtë herë ai nuk u fsheh. Erdhi drejt e në fund. Duke zvarritur në mënyrë të qëndrueshme. Kokën lart. Vajza bërtiti. Gjyshja vrapoi jashtë. Por ishte tepër vonë. Nino ishte tashmë përpara saj. Përsëri. Ai u hodh në shteg. Bëri atë tingull që tingëllonte si ndihmë. Ai u rrotullua rreth gjarprit, gërvishti tokën dhe u përpoq t'i tërhiqte vëmendjen kafshës. Gjarpri goditi i pari. Gabim. Por ju afrua shumë. Nino u lëkun. Por ai u kthye. Ai bëri një tjetër kërcim. Pak afër syrit të gjarprit. Ajo u përdredh nga tërbimi.
Vajza po qante. Gjyshja bërtiti. Por Nino nuk u ndal. Ishte vetëm ai. Kundër frikës. Kundër vdekjes. Për të. Britma e vajzës ndërpreu fundin e pasdites. Gjarpri erdhi me gjithçka. Pa bujë, pa paralajmërim. Trupi i saj rëshiste shpejt në përdysheme, sytë e saj të ngulur të fëmia. Gjyshja bërtiti vrapoi me shatën në dorë, por u pengua në shkallët e verandës. Ai ra në gjunjë duke bërtitur emrin e mbesës së tij. Nino nuk mendoi. Ai u hodh përsëri përpara. Trupi është i vogël, i lehtë, por plot guxim. Gjarpri e ngriti kokën lart. Dhe pastaj ai sulmoi. Varka u tha. Pikërisht në shenjë. Nino u përpoq të shmangej, por nuk kishte kohë të mjaftueshme. Dhëmbi i gjarprit ia gërvishti qafën. Nuk ishte e thellë, por më dhembte. Macja mjaulliti si e mbytur. Vajza u hodh në dy sheme. E përqafoi aty për aty. Qava aq shumë sa mezi merja frym. Ri me mua, Nino, të lutem ri. Macja po merrte frym shpejt. Por syt ishin ende të hapur. Dhe duke e shikuar atë. Vetëm për të. Edhe pse ishte i dobët, u ngrit. Ai qëndroi përsëri përballë saj. Gëzofi i ndyr, gjaku që pikon ngadalë. Gjarpri lëvizi përsëri. Më ngadalë. Sikur po priste kohën e duhur. Gjyshja arriti të ngrihej. Ai erdhi nga pas me shatën në dorë. Me zemërim, me frikë, me gjithçka të përzierë së bashku. Ai goditi tokën pranë gjarprit. Ajo bëri një hap prapa. Por ai nuk iku me vrap. Nino gromëriu. Po, ai gromëriu. Si një qen. Ishte instinkt i pastër. Ishte dashuri e pastër. Vajza nuk do të ndalonte së qari. Po dridhesha i gjithi. Trupi i saj u shtyp pas shpinës së maces. Ajo i përshpëriti butësisht në vesh. Ti je heroi im, Nino, ti je gjithçka që kam. Macja i shtypi hundën në fytyrë. Edhe i plagosur. Edhe i dobët. Gjyshja u përpoq ta tremte gjarprin përsëri. Ai hodhi një gur. Ai bërtiti. Bëri zhurmë. Këtë herë, kafsha u ndal. Gjuha dridhej në ajër. Trupi u përkul në tokë. Dhe pastaj ishte. Ngadalë. Ai u zhduk në pyll. Por askush nuk i besonte. As macja nuk e bën këtë. As vajza nuk e bën këtë. Ajo e përqafoi edhe një herë. Koka e tij ra mbi shpatullën e saj. Gjoksi ngrihej dhe ulej ngadalë. Do të shkoj mirë, tha ajo, më shumë me vete se sa me të. Dhe ai. Edhe me pothuajse asnjë forcë. Bëri një tingull të butë. Sikur të thoshte, unë jam këtu. Atë natë, askush nuk fjeti. Vajza ishte shtrirë në hamak, me Ninon të mbështjellë mbi gjoksin e saj. Plaga e tij ishte e shëmtuar, por jo e thellë. Megjithatë, ai mezi lëvizte. Unë thjesht mora frym lehtë dhe e shikova. Gjyshja qëndroi zgjuar gjatë gjithë kohës. Ai bëri çaj bimor dhe i vuri një pecet të ngrohtë në prerjen e maces. Sytë e tij ishin të kuq, por ai nuk po qante më. Vajza as nuk qau. Sa po ja përkëdhela leshin. Ajo i kaloi ngadalë gishtat në përballin e tij, sikur të përpiqej t'i thoshte faleminderit pa pasur nevojë për fjalë. Ti më shpëtove, Nino. Macja vetëm puliti syt ngadalë. Por unë e kuptova. Të nesërmen, baba i mbërriti nga qyteti. Unë solla pomad, unë solla ilaç, unë solla shqetësim. Kur pa se çfarë kishte ndodhur, qëndroi në vend për disa sekonda. Ai u përkul, shikoi në sytë e maces dhe tha, faleminderit, partner. Ti je më shumë se një kafshë. Janë njerëz. Vajza buzëqeshi dobët. Ai ja mbajti veshin Ninos fort. Sikur vetëm prekja e tij ja bënte zemrën të rrite më mirë. Ditët kaluan. Gjarpri nuk u kthye më kurrë. Shkure u pre deri në rrënjë. Ata rrethuan gjithçka me tela. Por frika ende jetonte në sytë e saj. Sa herë që shite erën duke lëvizur barin, ajo shtrëngonte gjoksin. Por kur dëgjova mjaullimën e lehtë aty pranë, mu kujtua, Nino ishte atje. Dhe ai ishte. Gjithmonë ishte.
E ndoqa kudo. U ula te dera e banjës. Unë flija në fund të shtratit. Dhe tani, ndryshe nga më parë, ai shikoi shumë më tepër prapa. Si dikush që nuk donte të kapej më kur në befasi. Pati një ditë, rreth 2 muaj më vonë, që ajo vizatoi përsëri. Ulur në dyshemen e verandës me një laps të vjetër dhe letër të rrudhur. Ai e projektoi oborrin e shtëpisë. Ai e vizatoi përsëri. Dhe ai vizatoi Ninon. Por këtë herë me një pelerin të kuqe. I herojt. Ja tregoj atij. Ai e vendosi letrën përpara hundës. Ti e këtu, e sheh? Kujdestari im. Nino e shtypi hundën pas gjethes. Bëri një mjaullim të fortë. Ai ushtri në prerin e saj. Vonë atë pasdite, ndërsa dielli perëndoi ngadalë dhe gjithçka më në fund duke e qetë, ajo dremiti në hamar. Me vizatimin në anë. Dhe macja në gjoks. Gjyshja shikoi nga dera dhe buzëqeshi. Dhe ai nuk tha asgjë. Sapo u largua. Sepse atje, në atë heshtje të bukur, të gjithë e kuptuan, rreziku ka kaluar. Por dashuria mbeti. Dhe ai ende shikonte.